Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik, duke lënë pas dhimbje të thellë tek familjarët, miq dhe të gjithë ata që e njohën. Në mbrëmjen e së mërkurës, 29 vjeçari Valmir Berisha nuk arriti të mbjetoj plagëve të marra në një rast që dyshohet si vetvrasje. Ngjarja ndodhi në një zonë të njohur të kryeqytetit, te varrezat hebraike në Prishtinë, një vend që këtë herë u bë skeni një tragjedie të rëndë. Sipas informacioneve të para, dyshohet se i riu përdori një armë zjarri, duke i shkaktuar vetes plagë fatale. Pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar, ai nuk mundi të mbjetoj. Kjo ngjarje ka lënë të shokuar familjen dhe të afërmit e tij, të cilët po përballen me një humbje të papritur dhe tepër të dhimbshme. Të njohurit e përshkruajnë Valmirin si një djalë të qetë dhe të respektuar, duke e bërë këtë humbje edhe më të rëndë për komunitetin. Ndërkohë, autoritetet përkatëse po vazhdojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij rasti tragjik. Lamtumira e fundit për 29 vjeçarin do t'i jepet ditën e enjte. Ceremonia mortore do të nisë nga shtëpia e të ndjerit në orën 15 për të vazhduar drejt varrezave të fshatit Ruhot, ku ai do të prehet përgjithmonë. Një tjetër histori që na kujton se sa e brisht është jeta dhe sa e rëndësishme është të kujdesemi për njëri tjetrin.